Ky emision mundësohet nga Në normal, si prej të jetët në ledës nuk këmë po knaci që je orë deri të puna jame, më duke gjenë, me të marrë me qëtit edhe me të këthi prapë me më qëtit, me men, po, me men të shumë, po, këtë emision, ja kushtojmë gjikles. Do më thënë, poshtë për i dritarës kërë u afrove, nuk e di pse presja me dalë për anës tjetër veturës gjikla. Po, në ke pa shpesh për atë. Është kujtimi për të nuk des kur, edhe so herë takoj misht për bashkë tonë, nuk e di që mendoj që është afër të gojë dhe është të nakëshur për najtë. Po, të ju gëzu që po e vazhdojmë shëshni? Po, patjetër. Normal, ta kthejmë pak, unë jam marrë në Kosovë dhe do ta vazhdoj misionin në Kosovë dhe ti e një ndër të parat dhe të kom thirë thjesht se të ndjekin shumë Maqedoni, po unë e di një lidhje tonë me Maqedoni. Unë kom më shumë se një lidhje. Lidhja parë është lidhja kombit. Pavarësisht fjalëve, pavarësisht gjërave që fonik kom gjak shqiptari. Bërjet gjak shqiptarit, edhe është pjesa më e ndritun e gjithë kombit, pjesa e Maqedonisë. Mendoj që kena shumë orgje me la në Maqedoni, sidomos pjesa e Kosovës. Shpresoj se këtë mendime kanë të gjithë qytetarët e Kosovës. Një prej misioneve që mendoj edhe me transmetu për mes emisioneve është kjo që me e po të ditën edhe fillimisht skenën politike të Maqedoni, e mandej edhe që çka tjetër duke njoftu edhe duke informu popullin e Kosovës në raport me zhvillimet që ndodhin në Maqedoni. Lidhja tjetër e jame është që gruaja jame Kalin Gjilan, po kur masat e dhënshme ja ka largu babën prej punës, babën e vetë, edhe komplet familja është vendos të nona është e familjes Pitarka në Tibër të Maqedonisë, edhe gruaja jame Majlinda është e rritme, e edukume në Tibër të Maqedonisë, në Tibër të Madhe. Unë jam shumë të fat që edhe fëmijët janë të më kulturu në frymën e Tibrës të Maqedonisë, për shka vërtet jam shumë mirënjohës për kulturën që e gëzojnë njerëz e Tibrës të Maqedonisë e gjithë Maqedonisë. Shumë mirë, do të thënë e kam bërë lidhjen perfekte me një shqiptar të Kosovës, shqiptar të Maqedonisë, edhe vëndër të Maqedonisë. Po që nuk ka apliku për pasaport. Që nuk ka apliku për pasaport. Ende jo? Jo. E ke pas mundësin? Kom pas mundësin, kom mundësin, po. Para to që më rrejë zemra part, nuk do dokument. Jo, kështë të full për pjesën e kuqëzi, po. Kam pasaport shqiptare. Okay. Synimi jam i prej kur kam qenë fëmijë, kom dasht me pas në shtetësi Shqipëni, kam në shtetësi Shqipëni, kështu që për shkak të asaj, nuk është që kom synu edhe në shtetësi, tjetë të tretë, mjaftoj që jam shqiptar. Okej. Politikanët e Maqedonisë i shoh shpesh i kanë emision. A ma bën një dallim mes politikanëve të Kosovës edhe Shqipërisë edhe të Maqedonisë? Po, unë i njoh përmes paraqitjeve në emision, nuk është që i njoh për jetën e tyre private, e që më i me fol për diapazonin politikanët e Maqedonisë e kanë jashtëzakonisht gjanë. Janë shumë njerëz interesant me bisedu. Një gjë që mendoj që nuk është shumë e zhvilluar është kjo ideja për me argumentu me pasion
njëjtë siç argumentojnë këtu në Kosovë, po edhe në Shqipëni me të njëjtin pasion. Janë më të hershëm, janë më të fjalë pak, janë biseda të lirshme, janë shumë më të lirshme pas, edhe dinë me të bolla shumë se sa politikanë. Edhe dinë me të afru shumë se politikanët e Kosovës dhe të Shqipërisë. Okej. Si Të metni mitësi për te politikës, të metni mitësi personale më pas që e kultivon për te raporteve profesionale. Okej. Si përgatitesh për emisionet e Maqedonisë? Është në grupe mi të konkret. Shpresoj se nuk e presin nga pjesë. Nuk duhet një e prej këtë pjesë. Jam i njoftum shumë edhe me komentet, edhe me mendësin, edhe me paragjykimet, edhe me gjithë shka që bojnë. Shpesher kënej mi bojnë partit opozitore, mi bojnë kyqet për vetëvendosjen. Okej. Atje mi bojnë Artan Grubi. Në kohën kur Artan Grubi në kom pasë në studio, mi bëj ke vleni, Izet me gjithi mi bëj ke pyetjet. është mendësi, skena politike është polarizume. Po, Edhe skajshmërisht. Skajshmërisht, duke qenë ky polarizim, ti do është thjesht me një në nërë. Po. Mos me qenë neutral, ose me qenë neutral, është për një kost politike, është thjesht e pamundshme. E tash që kjo kost politike, nuk është që nuk ngre me vete edhe një grup njerëzish të cilët janë simpatizant, militant të një subjekti politik. Por ato është tepër e rëndësishme që të mos ekzistoj më në qëtë volum që ky polarizim. Se që ky polarizim më pas po shndron njerëz në heroj e në tradhtar, e cilët po bon mrena ditës e po shndruan tradhtarët në heroj mrena natës. Kjo më ndej bon problem sepse më harrojnë që jemi edhe na gazetar, jemi njerë edhe kemi familje. Po. Fëmijë të rriten edhe fëmijë të bon mjaftueshëm të aftë me hi edhe me lexu lajme ku i quhet baba kriminal, ku i quhet baba udhëbash, ku i quhet baba shkine e gjithë shka tjetër. Kjo më ndej po të dhëmshme, ku ti dosh më ulem i aspjegu fëmijëve tu që në këtë vend për shkak të polarizimit skajshëm të shoqënisë, mundën më përdor fjalë për që nuk janë për një me. Është shumë e habitshme që është otuar një gjenerat që nuk e kupton hiç pse duhet skena politike ose pse shoqënia duhet të qenë që ka që polarizuar. Otuar një gjenerat e cila ka menalu po goje për shkak se nuk ka me ranën kurthin që jemi të radhën. Really? Në dhamë ke, si pas te është një kurth i madh. Është kurth i madh, që ndoshta kemi faj edhe vetë që kemi ra e nuk po, edhe pse pe dim që është dilit, nuk po dalim. Nuk po dalim dikush thot për një grosht klikimesh, dikush tjetër për pak shikueshmëri, po është e pamundshme që me i thirr dy njerëz në qoftë në çfarë do emisioni, qoftë edhe të kulturës, dhe mos me pas idenë e polarizimit edhe për çështje kulturore. Pra, jemi në një rreth vicioz që s'po dim po këtë me doj. Te emisionet, ti kërkojnë pyetjet para emisionit, se kjo është Jo, nuk është që i kërkon dikush pyetjet, ndoshta mentaliteti ka ndryshuar. Mundemi me i vendos temat, i vendosim temat cilat janë temat për cilat kena me diskutu. Do është kretë normale, edhe unë i di temat që kena me të sot në emision bashkë me ty venar, po përfundojnë të paftun gjithë ata që e kërkujnë qoftë edhe një pyetjet vetme që kam më në emision se. Po më ndaj në Kosovë vetë se o te kalu kjo ideja e mija kërku gazetarëve. Maqedonisat kanë kërku? Jo, dorën në zamër nuk kanë kërku edhe krejt qka
kanë kërku ma shumë të është që me qenë natë informum para se me i ftu ata. Dorën zemër është edhe normale njerëzore që mos me shku ult, e mos me prek ult, po e ditë kontekstin politik të një vendit që ndodhë se që është maqtë. E kam përshtypjen se në Kosovë, prej debateve televizive, ti je më informumi, se në Maqedoni krijohet ideja se të shkojmë në Kosovë, gazetarët nuk janë të informuar dhe folin çka do. Shtu, venar, ekipi jam i debatjusit i ka 4 gazetarë. Okay. Ka producent, ka drejtori informacioni, ka kryeredaktor. Është emisioni me stafin më të madh politik, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjatë. Që mbledhin informacione dhe që mbledhin informacione, që thirrin njerëz, bojnë pyetje, mandeje bojnë një mbledhje, na të mbledhje, po edhe provojnë me më informu për secilin detaj, po provojnë me ma tregu edhe kontekstin politik të gjitha sanave që janë të ndodhë, po e zonë nuk maqëse. Kjo mu më shërben shumë, për shkak se kohën cilën e humbe duke drejtu televizion, sepse jam edhe drejtu si televizioni duke qeni, çka e bëj është që atë punë e kryjnë gazetarët e që mi informojnë në pikat shkurta mbi gjitha detajet për çka duhet edhe se si duhet me e shtyr emisionin përpara. Jam me fat që kam një ekip tillë, për shkak se e di që në të pandi kusha, e di që nuk ja bojnë një dhe dikujt, dhe treta orë që nuk e lojnë letë me kalu dika. Okay. Gjithmonë kom kufje në vesh, nëse haroj diçka e kompresionin, ta shtojnë. E kompresionin me jashtëzakonshëm me harove që të ndryshe kënë muhabetet, e harove ato që u mërën vesh ati nalt, gjithë shka ndodhë, do më thonë në kohë reale. Për shka normalisht është një ekip e përgatitme, edhe që tashmë ka eksperiencë mjaftueshme në procesi i 4 qedor që po punoj pyse më të njëjtën ekip, për që ato më bën shumë të lehtë mandej edhe me është mua dhe mendimet i keni të njëjta, pasi kanë kalu një kohë gjatë. Jo, një pjesë ta tregoj që betejën më të madhe, do më thonë më shumë ka debat brenda ekipit Debat Plusit, se sa që ka debat brenda debat. Ja, mendova për mënyrën e realizimit. Jo, gjithmonë ka pikpamje të ndryshme derisa të bim në ide, ndoshta na merr 2-3 orë kohë derisa të merremi edhe me detajin me cilin video ku shkojmë fillim, me cilin temë po e nisim, që nëse e nisim ashpër me temën më të nxehtë, mos pjesën e dytë andaj bjen shikueshmëria, mos a do me mbajt aktiv shikuesin, me çka e mbajmë temën tjetër dhe e çështu, domethënë merren edhe me detajet më të vogla, ekipi Debat Plusit, domethënë ka deri në 600-700 video, të cilat ti tregova para emisionit, një sinopsis i mban në 700 video, brenda një strukture, brenda një skaletet e emisionit. Video numër 500. 500.000. Këto e kom videon 500.000, e kom videon e preferume, është videoja mos shik emisionit natës. Vetë notës. Okay. Edhe u qumë bom debatet dita. Që mi e transmitu natë. Kështu, normal, ne të gjithë e kemi, si njerëz e kemi një sfidë me AI, ti e shë si sfidë apo si ndim? Unë e shoh shumë si ndim. Jam një prej njerëzve që e përdori jashtëzakonisht shumë, edhe për edukim familje, edhe për çështje që kanë të bëjnë me mësimet e fëmijëve. Duke pas parasysh që kena literaturë të jashtëzakonisht atë ngushtë me çka i ushqejmë edhe fëmijët tanë në raport me dijen, inteligjenca artificiale t'ja pa kufi prizëm dhe pikpamjet ndryshme në raport me gjithçka, edhe që ta ndihmon jashtëzakonisht, domethënë në rast se ti provon me e pasi ndim, në rast se e shesi akademik ndaj, Okay. nëse provon me marrë si ndim, inteligjencën artificiale të ndihmon shumë. Fëmicën e detyrave shkollore me fëmijët, bëj ushtrime kontrolluese, çka
bojmë edhe në debat plus. Për shembull, në nga landa e historisë, i thon vajzës, "Okej, a mundesh për secilin mësim me i pa konde të ndryshme se si interpretohet e njëjta gjë edhe në raport në shtetin tjetër." Azëm si e sheh Austria pikpamjen e një betejë nëse ka ndodhur Austro-Hungari. Okay. Është elementare që mos më janon vetëm një mendim apo një perspektivë edhe fëmijëve, po edhe gazetarëve, po edhe moderatorët që mos me pas veç një perspektivë në raport me të vërtetën ose atë që na shërbejmë me to. A rrezikohet puna jote në të ardhmen që ta merre AI? Unë mendoj që puna njerëzore nuk humbet. Është e parepikueshme emocioni. Po. Unë e kam një pikpamje interesant për inteligjencën artificiale. Unë mendoj që njerëzit do të bëhen barabartë në raport me dijen paraprake. Pra nuk ka gjasa që ti më punë më pak i dishëm ose unë më pak i dishëm se ti, për shkak se te ke lexuar një libër më shumë, sepse çat pyetje që jetu e bo, mundemi nesër me pas të gatshme me një klik në inteligjencë artificiale dhe marr brenda 3 sekondave dijen që e ke ti. Por në rast se i shton emocionet që i ke përjetu ti brenda çati librit që i ke përjetu, nuk e kemi përjetu njëjtë. Për që ata është dhe memoria emocionale që ka me dallu njeriu prej njeriut, edhe çto nuk ka vend për inteligjencë artificiale. Është gjë artificiale, e gjërat artificiale nuk kanë emocion. Mendoj që memoria emocionale ka me bo dallimin e të replikueshmës punës teme ose jo. Dhe nëse nuk ja qes do emocion, është robotike. Po, patjetër. Pajtohem plotësisht. A do kthesh mbas 10 viteve, mos më bëu pyetjen klishe. Të shoh pas 10 viteve, a do bëhesh të kthesh artist në profesion? Në këtë periudhë kohore, orarin e punës zakonisht zgjon në ora 6 mëngjes. Në 7 kam takimin e parë, çdo mëngjes Në duke edhe dal prej punës në ora 10:30, po nuk e lojmë pa dal bashkë me të ftuarit, qofshin analist, qofshin politikan, ose dalim për një lajt pije me ta, që përfundojmë diku rreth orës 12 për shpejt. Nati. Po. Edhe kjo është rutina jeme përditshme, hanë martë më ure ejte që një periudhë gjatë kohore është java e 9, po asë një dit vetë me pushim. Edhe kur nuk kom mendu më shumë për të ardhmen se sa në këtë periudhë kohore, se kur është koha kur dush me thonë është koha me u tarhej. A ke mendu? E kom mendu, po nuk është çështje as ditësh, as muajsh, as viteve të afërta, po besoj që nuk dohet i kom 40 vjet, nuk e besoj që duhet me më zonë biti 50 të bo edhe batutje nga stari. Se mendoj se je ma i ri? Ku mendoj dhe deri këtë moment, ku mendoj se je ma i ri? Unë i kom 40 vjet, ndoshta dukem jo nga tukja, o me mend si jam fashti pjek. Jo, thjesht ne jemi një prej 2015 sekonde edhe kemi shkuar në trajnime së bashku, po më kalon përshtypja ajo energjia që i ke pas, duke pas përshtypjen edhe informacionin dhe për mediat në Maqedoni, duke i komentohu, duke i ndjek. Kjo shumë do zell. Nëse unë shkoj në shtëpi në ora 12 natës, puna që aty nuk përfundon për shkak se nuk ka debat politik, nuk flitet shqip, që ti nuk e di. që nuk e shoh qoftë në internet ndame, e disa të tjera i shikoj plota ato që më joshin pak më shumë
në net të caktuar, është e pamundshme mos më nxon ora 2 e natës. Duke i shikuar krejt çka ka ndodhur në komplet skenën politike shqiptare. Pas tjerën e qartë e ke. Çka është ideja? Ideja është që e kom bërë këtë punë edhe pa marrë universitari. Okej. Më ka interesu krejt jetën, hanë të më ka interesu Diskursin. ka interesu politika shumë. Nuk e di pse, po nuk e mendoj dhe nuk e shoh veten kurrë në politik, po e shoh veten edhe për një 10 vjet duke u marrë aktivisht me gazetari e duke e përcjell afër e duke i bë opozit politikës. Okej. Shumë mirë. E los shumë shpak. Mbledhesh informacione në bashme, në informacione. Unë nuk e shoh të lodh shumë, unë jap shumë adrenalin. Mendoj që pasuria më e madhe është kur ke një uri mbi zhvillimet, po edhe e din saktësisht se cili do të jetë veprimi i radhës. Je një hap përpara, jo vetëm me konkurrencën në televizion, në gazetari, po në fakt je i para përgatitur edhe në planifikim. Unë kurse arre e përmendi shpesh, veprimet e pa paralajmërume mundën me pas pasojën gazetari. Po, unë kur njetë nuk mendoj me pas pushimet gjata të pënd, në rast se nuk e di që ku vendi i Kosovës shkon pushim. Okej. Atëherë do të ishte Herë njetë në ka ndodhë jepi Ramush Haradinaj në 2019. Tërheqje komplet e planifikime, hym thujse në sezon verës, e kisha gjiru një seri të emisioneve të cilat i kisha lënë gati, e paguva pushimin për shku, e tuneli Kalimoshit, Ramush Haradinaj e dërheqje. Veç e më këthy prafa, e të fisit. Po, që kjo është puna që, tash për shembull, nuk është që çdo ditë në Kosovë nuk e sjell një detaj të ri, një input të ri, edhe normalisht që nuk mundesh me pas qetësinë edhe udhëtimet tonë në qenë në atë distancë ai ki mundësinë me udhëty për mbrapa për emision. Edhe kur nuk mundesh me u largu mjaftueshëm 3 orë maksimum. Mos më mujt me u kthy për emision. Përderisa bëhet emisionin vetur, ne kemi përgjegjësi të dy që të japim një mesazh për gabimeve që na kanë ndodhur duke vëzit, edhe si nuk përsëritet më pas jetën u ose ke marrë vërejtje nga policia. Thjesht është sensibilizim. Ka qenë një moment ku e kom përjetu shumë panike dhe shumë rrallë kom këshyr vetun mrapa. Shumë rrallë, gjithmonë jam kujdes mos me e godit dikën. Kur shumë kujdes mos po më godit dikush. Edhe ka qenë një ndalje, domethënë veç ulje e shpejtësisë në një moment caktuar ku Në formë të shpejtë. në anën time të majt e kom qu dorën me përshëndetje kënd. Po kam qenë bashkë me vajzat, me Erin, me Majën, edhe me Majlindën, me Grun, përpara, edhe goditja ka qenë i jashtëzakonisht prej mrapa. Ka qenë në shpejtësi shumë të madhe vetura që më ka godit, në mbi 130 km/h. Domethënë vetura ti është dëmtuar shumë. Unë shkak se ka qenë dimër e kam pas kukin e veturës të hapme. Pas ka mbroj pak. Më ka mbrojt pak, po tranzitin që e kemi përjetu, edhe në tash e shuajmë si familje që ke komplet pa e këty dhe njerë të mytë mbrapa. E është e pa mund me jetë. A e dim se shqiptarët e kanë pak kryt më qështu? Tu je pa ai që mbushën naftën. Mos vja për një. Dishtë me motivatorën, Po, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi edhe thjesht inshallah komën e mbar. Faleminderit. Ty të prifte mbara në Kosovë, i kom përcjell emisionet tuja.
Mendova që kena me komentu pak skenën politike në mes tani. Ja, se do të me i thirë pastaj për demant. Jo, nuk du me komentu ashtu. Nuk du me komentu. Flitet për punën e drejtave të shqiptarëve, jo janë ndryshe me BDI-n, janë ndryshe me vlerin. Është shqiptarët kanë pak në dorë mundësi me bo, sepse kjo më varet nga partneri i madh që është në skenë Për në fat e keq. Maqedoni. Nuk është që më varet shumë prej shqiptarëve. Një LSDM E dobët para e dobët 2 vjetëve. para 2 vjetëve faktorizon ty si BDI të bën të fort. Po, Mirë vlen i fort tash, i top nesër, i top sot nesër i fort, mundet me quk pak pesh, po me një vëmëroj që s'ka nevoj për një parti shqiptare heq, se i ka numrat, të mund fare të parënësish. po. Që kjo është shumë vërtet. Kështu duket prej jashtë. Kështu duket edhe për jashtë, po në fakt, mendoj që edhe ju prej mrena doni me po qështu. Pse duhet me po qështu është që po duket sigur është u fry një konflikt, vlen BDI, vlen AKI, në fakt pejt ingretit e kush. Për fat e keq edhe AKI-ja me qenë në këtë pozitë ku është vleni, ka me qenë rezultati i njëjtë. Po flas për përfaqësimin shqiptar. E një pyetje po, kur po kryhet dhe rruga 15 km që i papsh, kur pe kryeni çata. Shumë, do më thonë ta që e kanë hub krejt rëndësinë asaj duke përmend to Prizren edhe as pak nuk përmend. Folet për të dokumente, për do planifikime që i bëjnë ato, po realisht kur zhos, komenda. Për fat keq. Po të izetin 2 ditë para zgjedhjeve në Çajër, edhe e pyeta ata që kompleta e rrugës po gabim. Çaj 2-3 km Po. Po mirë, do më thonë se nuk e vazhdojnë qatë gabimin edhe në paktën gabimin krye. Se gabimi është 2 km, rruga është 12, kështu që edhe 10 u mu. 10 km gabim. Një gabim 10 km. Kryeni punë. Po, patjetër. Kryeni punë. Patjetër. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga